Nga dita e sotme, qarkullimi i automjeteve në drejtimin Tiranë-Rinas do të bllokohet për shkak të punimeve për ndërtimin e mbikalimit të ri në Qafkashar. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se bllokimi do të jetë në fuqi sot dhe nesër, më 13 dhe 14 janar, nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit. Gjatë kësaj periudhe, drejtuesit e mjeteve që udhtojnë drejt aeroportit të Rinasit duhet të përdorin rrugë alternative. Më konkretisht, lëvizja mund të realizohet përmes rrugëve Vor-Fushkruj, rruga dytësore e aksit Tiranë-Kamës-Valias-Rinas, si dhe rruga Kashar-Thuman, e ndërtuar nga koncesionari. ARSH kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve dhe u bën thirrje të ndjekin sinjalistikën provizore dhe të planifikojnë lëvizjen me kohë për të shmangur vonesat. Partia Demokratike rikthehet sërish në skenën e protestave kombëtare. Nga foltoria e ngritur përpara kryeministrisë, kreu i PD Sali Berisha njoftoi mbrëmjen e djeshme thirrjen e një proteste kombëtare më datë 24 janar, të cilën e cilësoi si një moment vendimtar për opozitën dhe për vendin. Në fjalimin e tij, Berisha deklaroi se protesta e 24 janarit do të jetë përfundimtare dhe se do t'i dërgojë sipas tij mesazhin e fundit kryeministrit Edi Rama. Ai akuzoi kreun e qeverisë për shkelje të ligjit dhe kushtetutës, duke cilësuar situatën politike në vend si një grush shteti të vazhdueshëm institucional. Berisha i bëri thirrje Ramës që të largohet vetë nga pushteti dhe të pranojë, siç tha ai, rendin kushtetues dhe ligjin. Në të kundërt, paralajmëroi se opozita dhe qytetarët do ta nxjerrin qeverinë jashtë ligjit dhe jashtë kushtetues përmes reagimit popullor. Kreu i PD u drejtua me një apel të drejtë për drejtë qytetarëve shqiptar, duke i ftuar që më 24 janar të dalin masivisht në shesh për të treguar fuqinë e bashkimit, guximin qytetar dhe shpirtin opozitar që sipas tij nuk është thyer pavarësisht presioneve politike. Thirrja për protestë vjen vetëm pak ditë pas një tryeze të organizuar nga Berisha me parti opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë takim morën pjesë disa nga aleatët tradicional të PD, përfshir Kujtim Gjuzin, Selamie Nisherin dhe Fatmir Mediun. Megjithatë, jo e gjithë opozita ju përgjigj pozitivisht ftesës. 3 nga drejtuesit e partive të reja, Arlind Qori, Agron Sheaj dhe Adriatik Lapaj, refuzuan pjesëmarrjen duke thelluar më tej ndarjet brenda kampit opozitar. Kush e financoi kuvendin e rithemelimit të Partisë Demokratike në 11 dhjetor 2021? Kjo është çështja që SPAK po heton në kuadër të një hetimi të thelluar pasuror dhe ish kryeministrit Sali Berisha dhe familjarëve të tij. Hetimet po drejtohen nga prokurori Arben Kraja, ndërsa një ditë më parë në pyetje u mor deputeti Belind Kolliçi. Ndërkohë, sot në SPAK është paraqitur Indrit Hoxha, sekretar për diasporën dhe një nga emrat që 5 vite më parë u shfaq në krah të Sali Berishës, teksa ky i fundit nisi një operacion për t'i marrë drejtimin e partisë Lulzim Bashës, pasi ky i fundit pranoi kërkesën e amerikanëve për të përjashtuar ish kryeministrin nga grupi parlamentar pas shpalljes non grata. Hoxha, ashtu si Kolliçi, pyetet me cilësinë e personit që mund të ketë djeni lidhur me shpenzimet dhe kush i ka mbuluar ato, ndërsa në radhë për të pyetur janë edhe Flamur Noka dhe Albana Vokshi, por lista vjon me emra të tjerë funksionarësh demokrat që në dhjetor 2021 u shfaqën si organizator ose që ishin pjesë e komisionit të rithemelimit. Në çdo hetim që prek aktivitetin e Ermal Beqirit, qoftë për tenderët e Akshit, qoftë për kompanitë përfituese ose për rolin e shoqatës ACTI në orientimin e projekteve publike, shfaqet vazhdimisht i njëjti emër, jo si personën akuz dhe as si figurë ekspozuar publikisht, por si aktor i vendosur me kujdes në prapasken, aty ku nuk ka titull lajmesh, por ku ndërtohen marrëdhëniet e interesit. Kushtrim Shala. Në hapësirën publike, Kushtrim Shala prezantohet si ekspert i teknologjisë dhe si figurë e përfshirë në ekosistemin e inovacionit, por dokumentet tregtare dhe marrëdhëniet e formalizuara tregojnë se ky pozicionim nuk qëndron mbi rol këshillues apo neutral, por mbi një ortakëri të drejt për drejt biznesi me Ermal Beqirin, një emër që sot del në qendër të dosjeve penale për tender të manipuluar, skema për përfitim fondesh publike, kontroll të konkurrencës në sektorin e teknologjisë, pengmarrje, grupi strukturuar kriminal e të tjerë. Novka e tij është Oktapodi, ai drejton një program televiziv të quajtur Goditja me Çekiç, dhe shumë venezuelanë konsiderojnë atë fuqinë e vërtet në vend. Diosdado Cabello drejton aparatin e sigurisë së regjimit dhe është ndoshta figura qeveritare më e frikshme, më e përçmuar dhe në disa qarqe më e nderuar, me ndikim që mund të rivalizojë atë të presidentes së përkohshme, Delcy Rodriguez. Si ministër i brendshëm, Cabello kontrollon policinë dhe burgjet dhe pas 3 dekadash në zemër të çavizmit, ndikimi i tij ose tentakulat shtrihen gjithashtu në gjithë Partinë Socialiste në pushtet dhe ndërmarrjet shtetërore, me Donald Trump që kërkon përuljen e Venezuelës pati regjimit të Caracasit. Varet pjesërisht nga fakti nëse Cabello, 62 vjeç, do ta ruajë autoritetin e tij dhe nëse ai e përdor atë për t'u përulur Washingtonit apo për të tentuar një kundërsulm.
Ish kryeministri i Gjeorgjisë Irakli Garibashvili është dënuar me 5 vjet burg dhe një gjo prej $370.000 pasi u deklarua fajtor për akuzat për pastrim parash në shkallë të gjerë. Kjo është hera e parë kur një figurë e lartë nga partia në pushtet, ëndra e gjeorgjiane burgoset, duke treguar një përshkallëzim dramatik në fushatën e autoriteteve kundër korrupsionit, që ka përkuar gjithashtu me një goditje të gjerë ndaj kundërshtarëve politik. Garibashvili shërbeu 2 herë si kryeministër, nga viti 2013 deri në vitin 2015 dhe përsëri nga viti 2021 deri në vitin 2024 dhe ishte një nga aleatët më të ngushtë të Bidzina Ivanishvili, themeluesit miliarder të partisë në pushtet ëndra gjeorgjiane dhe i konsideruar gjerësisht si sundimtari më de facto i Gjeorgjisë. Pasi dha dorëheqjen si kryeministër në fillim të vitit 2024, Garibashvili u bë kryetari i partisë në pushtet përpara se të largohej plotësisht nga politika në prill të vitit 2025. Ai u akuzua zyrtarisht për pastrim parash në tetor 2025, sipas nenit 194 të Kodit Penal të Gjeorgjisë, i cili ka të bëjë me legalizimin e të ardhurave të palishme në sasi veçanërisht të mëdha. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë sinjale se do të mundsojë rizgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente, siç ka bërë 5 vjet më parë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se duhet të gjendet një figurë unifikuese dhe për zgjedhjen e saj, sipas tij, duhet konsensus politik. Abdigjiku shpreh se nuk do të përkrahas një kandidat për president pa marrëveshje politike, sipas tij emrat e përveçëm në këtë post nuk duhet u imponohen deputetëve dhe se për votimin e udhëheqësit të shtetit konsensusi është i domosdoshëm. Abdigjiku dhe deputetë të tjerë të LDK-s, duke qëndruar në sallë, pa të ndihmuar zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente 5 vjet më parë, por kryetari i LDK-s të hënën nuk ka dhënë sinjale se do të veprojë njësoj për të mundsuar quorumin. Ceremonia e 83 e Golden Globes u zhvillua me emocion dhe surpriza. Filmi One Battle After Another i Paul Thomas Anderson dhe seriali i Netflix Adolescence u shpallën fitues të 4 çmimeve secili, duke shënuar dominimin e tyre në event. One Battle After Another u shpall komedia muzikali më i mirë, ndërsa Anderson fitoi çmimet për regjinë dhe skenarin më të mirë, duke shënuar fitoren e tij të parë në Golden Globes. Teyana Taylor u vlerësua për rolin më të mirë femëror mbështetës dhe ja dedikoi çmimin grave dhe vajzave me ngjyrë. Nga ana tjetër, seriali Adolescence u shpall seriali më i mirë i kufizuar, ndërsa Stephen Graham, Owen Cooper dhe Erin Doherty fituan çmimet për rolet kryesore dhe mbështetëse.